Data 26 janar. Zanafilla, kapitulli 27. Kur Isaku u plak dhe sytë e tij u dobësuan aq shumë sa nuk shikonte më, ai thirri të birin Esaun dhe i tha: "Biri im." Esau i tha: "Ja ku jam." Atëherë Isaku i tha: "Ja unë jam plak dhe nuk e di në çdo ditë kam për të vdekur. Prandaj merr tani armët e tua, kukurën dhe harkun tënd. Dil në përfusha dhe kap për mua kafshë zgjahu. Pastaj më përgatit një gjellë të shishme nga ato që më pëlqejnë dhe sillma, që unë të ha dhe shpirti im të bekoj para se të vdes." Tani Rebeka rrinte duke dëgjuar ndërsa Isaku i fliste birit të tij Ezaut. Kështu Ezau shkoi në përfusha për të gjuajtur kafshë të egra për t'ia shpënë të atit. Atëherë Rebeka i foli Jakobit, birit të saj dhe i tha: "Ja, unë dëgjova baban tënd që i fliste Esaut, vëllait tënd duke i thënë: Më sill gjah dhe më përgatit një gjellë të shishme, që unë ta ha dhe të bekoj në praninë të Zotit përpara se të vdes. Prandaj biri im, bindju zërit tim dhe bëj atë që të urdhëroj. Shko tani në kope dhe më sill 2 keca të mirë. Unë do të përgatis një gjellë të shishme për babain tënd, nga ato që i pëlqejnë atij. Pastaj ti do t'ja çosh babait tënd që ta haj, dhe kështu ai do të bekoj para se të vdes." Jakobi i tha Rebekës, nënës së tij: "Ja, vëllai im Ezau është leshator, ndërsa unë e kam lëkurën të lëmuar. Ndofta babai im më prek me dorë, do t'i dukem atij mashtrues dhe do të tërheq mi vete një mallkim në vend të një bekimi." Por nëna e tij u përgjigj: "Ky mallkim le të bjerë mbi mua, birim. Bindju vetëm asaj që të thash dhe shko të marrësh kecat." Ai vajti për ati marr dhe ja çoi nënës së tij, dhe e ëma përgatiti me to një gjellë të shishme, nga ato që i pëlqenin babait të tij. Pastaj Rebeka mori rrobat më të bukura të Esaut, birit të saj më të madh, që i mbante në shtëpi pranë vetes, dhe ja veshi Jakobit, birit të saj më të vogël. Dhe me lëkurët e kecave veshi duart e tij dhe pjesën e lëmuar të qafës së tij. Pastaj vuri në dorë të Jakobit, birit të saj, gjellën e shishme dhe bukën që kishte përgatitur. Atëherë ai shkoi tek Ati dhe i tha: "Ati im." Isaku ju përgjigj: "Ja ku jam. Kush je ti, biri im?" Atëherë Jakobi i tha babait të tij: "Jam Esau, i parlindër yt. Bëra siç më ke thënë. Tani çohu, ulu dhe fillo të hash nga gjahu im me qëllim që shpirti yt të më bekoj." Por Isaku i tha të birit: "Por si bëre që e gjete kaq shpejt, biri im?" Ai u përgjigj: "Sepse Zoti Perëndia yt bëri që të vi tek unë." Atëherë Isaku i tha Jakobit: "Afrohu dhe lër më të prek, biri im, për të ditur nëse je pikrisht biri im Esau ose jo." Dhe kështu Jakobi ju afrua Isakut, babait të tij, dhe pasi ky e preku me dorë tha: "Zëri është i Jakobit, por duart janë të Esaut." Kështu ai nuk e njohu, sepse duart e tij ishin leshtore, ashtu si duart e vëllait të tij Esaut, dhe e bekoi. Dhe tha: "A jeti me të vërtet biri im Esau?" Ai u përgjigj: "Po." Atëherë Isaku tha: "Më shërbe që të ha nga gjahu i birit tim dhe shpirti im të bekoj." Kështu Jakobi i shërbeu dhe Isaku hëngri. Jakobi i solli edhe verë dhe ai e piu. Pastaj babai i tij Isaku tha: "Tani afrohu dhe më puth, biri im." Dhe ai u afrua dhe e puthi. Dhe Isaku ndjeu erën e rrobave të tij dhe e bekoi duke thënë: "Ja, era e tim biri është si era e një fushe që Zoti e ka bekuar. Perëndia të dhënë vesën e qiellit dhe pjellërinë e tokës, si dhe bollëkun e grurit dhe të verës. Të shërbefshin popujt dhe kombet u përkulshin para teje. Qof shpronar i vëllezërve të tu dhe bite nënës sate u përkulshin para teje. I mallkuar qoft cili do të mallkon, i bekuar qoft cili do të bekon." Dhe ndodhi që pikërisht kur Isaku kishte mbaruar së bekuar Jakobin dhe ky sapo ishte larguar nga prania e të atit Isak, vëllai i tij Esau u kthye nga gjahu. Edhe ai përgatiti një gjellë të shishme dhe ja shpuri babait të tij dhe i tha: "Çohu ati im dhe ha nga gjahu i birit tënd me qëllim që shpirti yt të më bekoj." Isaku babai i tij i tha: "Kush je ti?" Ai u përgjigj: "Jam Esau, biri yt i parlindur." Atëherë Isaku në zunë ca të dridhura shumë të forta dhe i tha: "Kush është ai pra që gjuajti gjahun dhe masolli? Unë i hëngra të gjitha para se të vije ti dhe e bekova, dhe i bekuar ka për të mbetur ai." Me të dëgjuar fjalët e të atit, Esau dha një ulërim të fortë dhe shumë të hidhur. Pastaj i tha të atit: "Bekom dhe mua, ati im." Por Isaku ju përgjigj: "Yt vëlla erdhi me mashtrim dhe e mori bekimin tënd." Esau i tha: "Jo më ka të quajtur Jakob?"
A i ma zuri vëndin deri tani 2 herë, më hoqi parbirnin dhe ja, tani po merr bekimin tim. Pastaj shtoi, a nuk e ruajtur një bekim për mua? Atëherë Isaku ju përgjigj dhe i tha Esaut, ja, unë e bëra zotërinë tënd dhe i dhash tërë vëllezërit e tij si shërbëtor, dhe e pajisa me gruër dhe me verë. Ç'u mund të bëj për ty, biri im? Esau i tha babait të tij, a ke vetëm këtë bekim ati im? Bekom edhe mua, o ati im. Dhe Esau ngriti zërin dhe qau. Isaku, babai i tij, ju përgjigj duke i thënë, ja, banesa jote do të privohet nga pjelloria e tokës dhe nga vesa që zbret nga lartësia e qiellit. Ti do të jetosh me shpatën tënde dhe do të jesh shërbëtor i vëllait tënd, por do të ndodhë që kur do të luftosh, do ta thyesh zgjedhjen e tij nga qafa jote. Kështu Esau filloi ta urrej Jakobin për shkak të bekimit që i kishte dhënë i ati dhe tha në zemër të vet, ditët e zis për baban po afrohen. Atëherë do të vras vëllain tim Jakobin. Kur i treguan Rebekës fjalët e Esaut, birit të saj më të madh, ajo dërgoi ta tharrasin birin e saj më të vogël Jakobin dhe i tha, ja Esau yt vëlla ngushëllohet ndaj teje duke menduar të vras. Prandaj birim, bindju fjalëve që të them. Çohu dhe ik shpejt në Haran te Labani vëlla im dhe qëndro ca kohë me të, derisa ti kaloj zemërimi vëllait tënd, derisa mëria e vëllait tënd të largohet prej teje dhe ai të harroj ato që i ke bërë. Atëherë do të dërgoj njerëz që do të marrin prej andej. Pse duhet ju humbas që të dyve brenda një dite të vetme? Pastaj Rebeka i tha Isakut, jam neveritur nga jeta për shkak të bijave të Hethit. Në rast se Jakobi merr për grua një nga bijat e Hethit, një grua si ato të vendit, ç'më duhet jeta? Mateo, kapitulli 26. Dhe ndodhi që mbasi Jezusi mbaroi të gjitha këto fjalime, u tha dishepujve të vet, ju e dini se pas 2 ditësh është Pashka, dhe biri i njeriut do të dorëzohet që të kryqëzohet. Atëherë kryepriftrin dhe skribët dhe pleqët e popullit u mblodhën në pallatin e kryepriftit që quhej Kajafa, dhe bënin këshill për ta zënë Jezusin me dredhi dhe ta vrasin. Por thoshin, jo gjatë festës, që të mos bëhet në një trazir në popull. Tani, kur Jezusi ishte në Betani, në shtëpinë e lebrozit Simon, ju afrua një grua që kishte një enë alabastri me vaj erkëndshëm shumë të kushtueshëm dhe e derdhi mbi kokën e tij kur ai po rrinte në tryezë. Kur e pan këtë gjë, dishepujt e tij u indinjuan dhe than, përse gjithë kjo shka përderdhje? Sepse ky vaj erkëndshëm mund të shitej shumë shtrejt dhe parat t'u jepeshin të varfërve. Por Jezusi e mori vesh dhe u tha atyre, pse e mundoni këtë grua? Sepse ajo kreu një vepër të mirë ndaj meje, sepse të varfrit do t'i keni për herë me ju, por mua nuk do të më keni për herë, sepse duke derdhur këtë vaj erkëndshëm mbi trupin tim, ajo e bëri për ta përgatitur trupin tim për varrim. Në të vërtetë po ju them se kudo që do të predikohet ky ungjil, në të gjithë botën do të tregohet edhe çfarë bëri kjo grua në përkujtim të saj. Atëherë një nga të 12-tët, i quajtur Judi Iskarioti, shkoi te kryepriftrin dhe u tha atyre, çfarë do të më jepni që unë t'ju dorëzoj? Dhe ata vendosën për 30 copa argjendi. Dhe qysh atëherë ai kërkonte rastin për ta tradhtuar. Por ditën e parë të ndormeve, dishepujt ju afruan Jezusit dhe i than, ku dëshiron të përgatisim për të ngrënë Pashkën? Dhe ai tha, shkoni në qytet te filani dhe i thoni, mësuesi thot, koha ime është afër. Do ta bëj Pashkën te ti bashkë me dishepujt e mi. Dhe dishepujt bën ashtu siç i kishte urdhëruar Jezusi dhe përgatitën Pashkën. Dhe kur u ngrys, ai u ul në tryezë bashkë me të 12-tët dhe ndërsa po hanin tha, në të vërtetë po ju them se një nga ju do të më tradhtoj. Dhe ata u pikëlluan shumë dhe secili prej tyre filloi të thotë, mos jam unë Zot? Dhe ai duke ju përgjigjur tha, ai që ka ngjyrë bashkë me mua dorën në çanak, ai do të më tradhtoj. Vërtet biri i njeriut shkon siç është shkruar për të, por mjera i njeri përmes të cilit biri i njeriut dorëzohet. Por këtë njeri do të ishte më mirë që ai të mos kishte lindur fare. Por Juda, ai që do ta tradhtonte, u përgjigj dhe tha, Rabi, mos jam unë? Ai tha, ti po thua. Dhe ndërsa ata po hanin, Jezusi mori bukën dhe e bekoi, dhe e theu dhe u dha dishepujve dhe tha, merrni, hani, ky është trupi im. Dhe mori kupën dhe falenderoi dhe u dha atyre duke thënë, pini prej tij të gjithë,
sepse ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes së re i cili është derdhur për shumë veta për faljen e mëkateve. Por unë po ju them se që tani e tutje nuk do të pi më nga ky frut i hardhis, deri atë ditë kur bashkë me ju do ta pi të re në mbretërinë e Atit tim. Dhe mbasi këndua një himn, dole jashtë te mali i ullinjve. Atëherë Jezusi u tha atyre: "Këtë natë të gjithë ju do të skandalizoheni në mua, sepse është shkruar: do të godas bariun dhe delet e tufës do të shpërndahen, por mbasi të jem ngjallur, do të shkoj përpara jush në Galile." Atëherë Pietri duke u përgjigjur i tha: "Edhe sikur të gjithë të skandalizohen me ty, unë nuk do të skandalizohem kurrë." Jezusi i tha: "Me të vërtet po të them se këtë natë, para se të këndoj gjeli, do të më mohosh 3 herë." Pietri i tha: "Edhe sikur të duhej të vdisja bashkë me ty, nuk do të të mohoj kurrësesi." Po ashtu thanë dhe të gjithë dishepujt. Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend që quhej Gjetsemani dhe u tha dishepujve: "Uluni këtu, gjersa të shkoj atje dhe të lutem." Dhe mori me vete Pietrin dhe të 2 djemtë e Zebedeut dhe filloi të trishtohej dhe të kishte ankth të madh. Atëherë ai u tha atyre: "Shpirti im është thellësisht i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rini zgjuar bashkë me mua." Dhe si shkoi pak përpara, ra me fytyrë për dhe dhe lutej duke thënë: "Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kup. Megjithatë, jo si dua unë, por si do ti." Dhe vjen te dishepujt dhe i gjen duke fjetur dhe i thot Pietrit: "Kështu pra nuk mundet të rini zgjuar me mua të paktën për 1 orë? Rini zgjuar dhe lutuni, që të mos bini në tundim, sepse fryma është gati, por mishi është i dobët." U largua përsëri për herë të dytë dhe u lut duke thënë: "Ati im, në qoftë se nuk është e mundur që kjo kup të largohet prej meje pa e pirë, u bëft vullneti yt." Dhe erdhi dhe i gjeti përsëri duke fjetur, sepse syt u ishin rënduar. Dhe mbasi i la ata, u largua përsëri dhe u lut për herë të tretë duke thënë të njëjtat fjalë. Atëherë vjen të dishepujt e vet dhe u thot: "Flini tani dhe pushoni. Ja, u afrua ora dhe biri i njeriut do të dorëzohet në duart e mëkatarëve. Çohuni të shkojmë. Ja, ai që po më tradhton është afër." Dhe ndërsa ai ende po fliste, ja Juda, një nga të 12-tët, erdhi bashkë me një turm të madhe me shpata dhe me shkopinj, e dërguar nga kryepriftërinjtë dhe nga pleqtë e popullit. Por ai që e tradhtonte u kishte dhënë atyre një shenjë duke thënë: "Atë që do të puth, ai është. Kapeni." Dhe menjëherë ju afrua Jezusit dhe i tha: "Përshëndetje mësues." Dhe e puthi. Dhe Jezusi i tha: "Mik, për çfarë je këtu?" Atëherë ata ju afruan, vun duart mbi Jezusin dhe e zun. Dhe ja një nga ata që ishte me Jezusin, zgjati dorën, nxorri shpatën e vet, goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe ja preu veshin. Atëherë Jezusi i tha: "Kthej shpatën tënde në vendin e vet, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën prej shpate do të humbasin. A kujton vallë se nuk mund t'i lutem tani Atit tim dhe ai të më dërgoj më shumë se 12 legjione ëngjësh? Po atëherë, si do të përmbusheshin shkrimet sipas të cilave duhet të ndodhë kështu?" Në atë orë Jezusi u tha turmave: "Ju dole të më zini mua me shpata dhe me shkopinj, si kundër një kusari, e pra çdo ditë rria ulur midis jush, duke dhënë mësim në tempull dhe nuk më kapët, por të gjitha këto ndodhen që të përmbushen shkrimet e profetëve." Atëherë të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën. Dhe ata që e kishin arrestuar Jezusin e quante Kajafa, kryeprifti, ku ishin mbledhur skribët dhe pleqtë. Por Pietri e ndoqi nga larg deri në pallatin e kryepriftit, dhe mbasi hyri aty, u ul bashkë me rojtarët për të parë fundin. Por kryepriftrinjt, pleqtë dhe gjithë Sinedri kërkonin ndonjë dëshmi të rrem kundër Jezusit që ta vrisnin, por nuk gjeten asnjë. Ndonse u paraqiten shumë dëshmitar të rrem, nuk e gjetën. Por në fund u paraqiten 2 dëshmitar të rrem, të cilët thanë: "Ky ka thënë, unë mund ta prish tempullin e Perëndis dhe ta ndërtoj për 3 ditë." Dhe kryeprifti u qua dhe i tha: "Nuk po përgjigjesh fare për çka po dëshmojnë këta kundër teje?" Por Jezusi heshti. Dhe kryeprifti u përgjigj dhe tha: "Po të përbej për Perëndinë e gjallë të na thuash nëse ti je Krishti, biri i Perëndis." Jezusi i tha: "Ti e the. Megjithatë po ju them se tani e tutje do ta shihni birin e njeriu duke ndenjur në të djathtë të fuqisë dhe duke ardhur mbi retë e qiellit." Atëherë kryeprifti sheu rrobat e tij duke thënë: "Ai blasfemoi, që na duhen më dëshmitar?
Ja, tani e dëgjuat blasfemin e tij. Si ju duket? Dhe ata duke u përgjigjur thanë, ai është fajtor për vdekje. Atëherë përshtyn në fytyrë dhe e goditën me grushta, dhe disa të tjerë i ranë me shuplaka duke thënë, O Krisht, na profetizo, cili është ai që të ra? Por Pietri ndenjë përjashta, në obor, dhe një shërbëtori ju afrua duke thënë, edhe ti ishe me Jezusin, Galileasin. Por ai e mohoi përpara të gjithëve duke thënë, nuk e di ç'po thua. Dhe kur ai po dilte në hajat, e pa ata një shërbëtore tjetër dhe u tha të pranishmëve, edhe ky ishte me Jezusin, Nazarenasin. Dhe përsëri e mohoi me bet duke thënë, nuk e njoh atë njeri. Mbas pak, edhe të pranishmit ju afruan dhe i thanë Pietrit, vërtet, edhe ti e një nga ata, sepse e folura jote të tradhton. Atëherë ai nisi të mallkoi dhe të bëj bet duke thënë, nuk e njoh atë njeri. Dhe në atë çast këndoi gjeli. Atëherë Pietri kujtoi fjalën që i kishte thënë Jezusi. Para se të këndoj gjeli, do të më mohosh 3 herë, dhe si doli jashtë, qau me hidhërim. Libri i Esterit, kapitulli 3. Pas këtyre ngjarjeve, mbreti Asuero e gradoi Hamanin, birin e Hamedathas, Agagitit, e ngriti në rang dhe e vuri karriken e tij mbi atë të gjithë princave që ishin me të. Tërë shërbëtorët e mbretit që rrinin te porta e mbretit, përkuleshin dhe binin përmbys para Hamanit, sepse kështu kishte urdhëruar mbreti për të. Por Mardokeu as përkulej, as binte përmbys. Atëherë shërbëtorët e mbretit që rrinin te porta e tij thanë Mardokeut, pse shkel urdhrin e mbretit? Por megjithse ja përsërisnin çdo ditë këtë urdhër, ai nuk i dëgjonte. Prandaj ata ja njoftuan këtë gjë Hamanit për të parë nëse Mardokeu do të ngulte këmbë në qëndrimin e tij. Ai në fakt u kishte thënë atyre se ishte jude. Kur Hamani pa që Mardokeu nuk përkulej as binte përmbys para tij, u zemrua shumë, por nuk dënjoi të shtri dorën e tij vetëm kundër Mardokeut, sepse e kishin njoftuar cilit populli përkiste Mardokeu. Kështu Hamani vendosi të shkatërrojë tërë judejt, popullin e Mardokeut, që gjendeshin në tërë mbretërinë e Asueros. Në muajin e parë, që është muaji i Nisanit, në vitin e 12 të mbretit Asuero, në pranit Hamanit u hodh puri, do me thënë u hodh shorti, për të vendosur ditën dhe muajin, dhe shorti ra mbi ditën e 13 të muajit të 12, që është muaji i Adarit. Atëherë Hamani i tha mbretit Asuero, ka një popull të shpërndar dhe të veçuar nga popujt e të gjitha krahinave të mbretërisë sate, ligjet e të cilit ndryshojnë nga ato të cilit do populli tjetër dhe që nuk respekton ligjet e mbretit. Prandaj mbreti nuk ka asnjë përfitim t'i lërë të gjallë. Në rast se kjo i pëlqen mbretit, do përpilohet një dekret për shkatërimin e tyre, dhe unë do të paguaj 10.000 talenta argjentin e duart e atyre që kryen punën me qëllim që të derdhen në thesaret e mbretit. Atëherë mbreti hoqi nga dora unazën dhe vulën dhe ja dha Hamanit, Agagitit, birit të Hamedathas dhe armikut të judejve. Pastaj mbreti i tha Hamanit, para të dhanë, po kështu të jepet populli, bëjmë të çfarë të duash. Ditën e 13 të muajit të parë, u thirrën sekretarët e mbretit dhe u përpilua një dekret, në bazë të gjitha gjërave që kishte urdhëruar Hamani për t'u dërguar satrapëve të mbretit, qeveritarëve të çdo krahine dhe krerëve të çdo populli, çdo krahine sipas shkrimit të saj dhe çdo populli sipas gjuhës së tij. Dekreti u përpilua në emër të mbretit Asuero dhe u vulos me vulën e mbretit. Këto dokumente u dërguan me anë korrierësh në të gjitha krahinat e mbretit, me qëllim që të shkatërroheshin, të vriteshin dhe të shfaroseshin tërë judejt, të rinj dhe pleq, fëmijë dhe gra, në një ditë të vetme, më 13 të muajit të 12, që është muaji i Adarit, dhe të plaçkiteshin pasuritë e tyre. Një kopje e dekretit duhej të nxirrej si ligj në çdo krahinë dhe të shpallej për të gjithë popujt, me qëllim që të ishin gati për atë ditë. Korrierët u nisën më të shpejt sipas urdhrit të mbretit dhe dekreti u shpall në qytetin e Suzës. Mbreti dhe Hamani ishin ulur dhe pinin, por qyteti i Suzës ishte tmerruar. Veprat e apostujve, kapitulli 26. Atëherë Agripa i tha Palit, ke leje të flasësh për veten tënde. Dhe Pali e shtriu dorën dhe nisi të bëjë mbrojtjen e tij. O mbret Agripa, e quaj veten të lumtur që kam mundësi sot të mbrohem para teje për të gjitha ato që më kanë fajsuar judejt,
veçanërisht sepse ti i njeh të gjitha zakonet dhe çështjet e judejve. Prandaj të lutem të më dëgjosh me durim. Jetën time pra, që prej djalërisë që e kalova që në fillim në mes të kombit tim në Jeruzalem, e din gjithë judejt. Më njohin që në fillim dhe mund ta dëshmojnë po deshen se kam jetuar si farise, si pas sektit më të drejtë të fesë sonë. Dhe tani ndodhem para gjyqit për shpresën e premtimit që u ka bërë Perëndia etërve tanë. Premtim të cilin 12 fiset tona që i shërbejnë me zel natë e ditë Perëndis shpresojnë të arrijnë. Për këtë shpresë, o mbret Agripa, akuzohem nga judejt. Përse vallë mendohet ndër ju se është e pabesueshme që Perëndia i ringjall të vdekurit? Tani sa për mua, unë mendoja me vete se duhej të bëja shumë kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë edhe e bëra në Jeruzalem, mbasi mora pushtet nga kryepriftrind, mbylla në burg shumë nga shenjtorët, dhe kur u vran, dhash votën. Dhe shpesh në për të gjitha sinagogat i ndëshkoja dhe i detyroja të blasfemojnë dhe me zemrim të madh kundër tyre i kam përndjekur deri në qytetet përtej. Në këto e sipër, kur isha duke shkuar në Damask me autoritet dhe me leje nga kryepriftrind, në mesditë o mbret, në rrugun pash një dritë nga qielli që ndriçonte më shumë se dielli, e cila ndriti rreth meje dhe rreth bashkëudhëtarëve. Dhe si ram të gjithë në tokë, dëgjova një zë që më foli dhe më tha në gjuhën hebraike: Saul, Saul, pse më përndjek? Është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave. Edhe unë thash: kush je ti, Zot? Ai tha: unë jam Jezusi të cilin ti përndjek. Por qohu dhe qëndro në këmbë, sepse për këtë të jam shfaqur, që të vë shërbyes dhe dëshmitar për ato që pe dhe për ato me të cilat do të dëftehem, duke të zgjedhur ty nga populli dhe nga kombet tek të cilët po të dërgoj tani, që tu qelësh sytë atyre dhe të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe trashëgim midis të shenjtëruarve. Prandaj o mbret Agripa, unë nuk u bëra i pabindur ndaj vegimit qiellor, por në fillim atyre në Damask, pastaj në Jeruzalem, në mbar krahinën e Judes dhe kombeve u kam shpallur të pendohen dhe të kthehen te Perëndia, duke bërë vepra të denja pendimi. Por këto gjëra, judejt mbasi më kapën në tempull, u orvatën të më vrasin. Por mendimin që pata nga Perëndia po qëndroj deri në këtë ditë, duke u dëshmuar të vegjelve dhe të mëdhejve, duke mos thënë tjetër përveç atyre që profetët dhe Mojsiu thanë se do të ndodhnin, se Krishti do të vuante dhe se duke qenë i pari që do të ringjallej prej së vdekurish, do të lajmëronte dritën popullit dhe kombeve. Dhe ndërsa Pali i thoshte këto në mbrojtje të tij, Festi tha me zë të lartë: Pal, ti je i çmendur, studimet e shumta të kanë bërë të shkallosh. Por ai tha: unë nuk jam i çmendur, fort i shkëlqyer i Fest, por them fjalët e së vërtetës dhe të mendjes së shëndosh, sepse mbreti të cilit unë po i flas lirisht është i mirë informuar për këto gjëra, sepse unë jam i bindur se asnjë nga këto gjëra nuk është e panjohur për të, sepse e gjithë kjo nuk është bërë në një qoshe. O mbret Agripa, a u beson profetëve? Unë e di se ti beson. Atëherë Agripa i tha Palit: për pak dhe po ma mbush mendjen të bëhemi krishterë. Por Pali i tha: i lutem Perëndis që në pak ose në shumë kohë, jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që sot po më dëgjojnë, të bëhen të tillë, siç jam edhe unë, përveç këtyre zinxhirëve. Dhe si tha këto gjëra, mbreti u ngrit, me të dhe qeveritari dhe Berenike dhe ata që ishin ulur me ta. Mbasi u tërhoqën, flisnin me njëri tjetrin dhe thoshin: ky njeri nuk bën asgjë që të meritoj vdekjen ose prangat. Atëherë Agripa i tha Festit: ky njeri mund të lirohej, po të mos i ishte apeluar Cezarit.